Përshëndetje, unë jam Shkurta Haxhiu. Kjo është intervista ime 60 sekondëshe për Privin. Kujt e për çka i ke thonë jo të fundën herë? Pas një propozim për ulqim edhe kum refuzu, nuk kum shku. Ku na erdhi propozimi? Sekret? Me cilin personazh nuk ki qef me nda studion? Me Gjulin Urën, aja qëllova. Jo, s'm pëlqen për debate Gjuli, nuk isha me thonë Gjulin. Fjala që përdor kur nervozohesh. Dritë që hongt. Sa friksohen meshkujt me t'u afru? Shumë. Jo mentalitet shtet në veti, ndoshta edhe natyra e guximshme, mendimet ndryshe prej tjerëve, edhe kjo pak e bën me u frigu gjinin mashkullore ndrejt e meje. A mos jetu ja të pru të dalë në televizor? Unë kam thonë shumë, besoj që po, e kom të pru. Lojtari ma i miri kësaj loje sipas teje. Gjesti? Po ai ma i keqi që s'ka pëlqy? Jo, se s'm ka pëlqy. Behania e shqiptarëve sipas Shkurtës cilla është? Me pas bishtin, vend ta presin, mos me pas vend ta nxesin. Gjëja më e çmendur që një mashkull ka bu për ty. Ka person që 9 vjet s'ka jep dorëheqje prej meje. Se si ja dhe shansen? Muj me bu diçka për sy faqe. Ma shumë shkruajnë kësi me multivitamina apo multivitamina? Nuk muj me bu një test të tillë, nuk muj me ditën. Deri kur single Shkurtja? Shpresoj që ndoshta këtë vit. Nëse vetën në shtrat do përshkruaje me një kafsh, cila do ishte ajo? Nëse isha kur mac me një maqar. Thash mos t'i gresh. Ja, macat i kam shumë qef, edhe ku majtë të njëtën. Maca po kam edhe sheja në për dur, që i ku majtë edhe pej dashnis ka pak edhe më kanë grith. E kështë që macat i du shumë. E urt ko ke pi bjen shtrat? Jo dhe shumë e urt. Asa nej, as knej. Faleminderit Shkurtë shumë për 40 sekonda. Faleminderit shumë edhe për juve, knasi.